Spektakli 4 i Ferma VIP ka sjellë zhvillime të papritura në lojë vetëm pak ditë pas nisjes së saj. Dinamikat mes fermerëve ka ndryshuar ndjeshëm, duke prodhuar emocione të forta, debate të ashpra dhe vendime surprizë. Do të mbyllim zyrtarisht televotimin. Një televotim i hapur që prej ditës së premte për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut, mbajti në ankth 4 konkurrentë. Në përfundim, ishte Indri ai që fitoi mbështetjen më të madhe, duke u shpallur më i votuari e duke siguruar imunitet nga eliminimi i radhës. Ndërkohë, 3 konkurrentët e mbetur, Gresa, Akili dhe DJ Fairfax, kaluan në një fazë tjetër loje. Ata u përballën në një sfidë nga e cila Akili arriti të fitonte i pari, por në mënyrë të papritur vendosi t'i adhurojë fitoren Gresës. Publiku ka vendosur. Ky vendim çoi në një televotim të menjëhershëm kokë më kokë Akilin dhe DJ Fairfax, ku publiku vendosi që Akili të largojë përfundimisht nga gara. Akili. Mbrëmja u shoqërua edhe me tensione të forta. Ilir Shaqiri, i cili tashmë është pjesë e garës si konkurrent, u bë qendra e debateve. Përdorimi i gjuhës ofenduese bëri që Agai të ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj tij. Iliri do të qëndrojë i izoluar në zonën e fakirit dhe do të kryejë punët e stallës çdo ditë, pa patur akses në ambientet e tjera të fermës. Krem për fytyrë, krem për thoj, krem për kohë. Atë bëj unë shkreta. Pse jeti këtu? Jashtë vëmendjes nuk mbetën as debatet dhe konfliktet e këtyre ditëve. Përplasja mes Akilit dhe Sarës, e shoqëruar me ofendime nga ana e aktorit, nxiti reagime të forta. Një tjetër debat i ashpër shpërtheu mes Jonida Maliqit dhe Malbora Gurës për çështje të higjienës, duke vijuar me akuza të ndërsjellta. Në diskutim u përfshi edhe Soni Malaj, e cila theksoi rëndësinë e komunikimit të duhur pas çdo situate konfliktuale, gjë që solli një tjetër përplasje mes këngëtarëve. Nuk zihem si puna jote, prandaj. Po ti si unë një herë, nuk je dot ti. Jo, ti je Soni Malaj, unë Jonida Maliqi. Fik Soni Malaj. Kështu që mos u krahasot. Pavarësisht tensioneve, spektakli solli edhe momente emocionale. Një letër surprizë nga babai për Tenin në ditëlindjen e tij preku jo vetëm atë, por edhe publikun. Teni ndau historinë e tij personale duke treguar se është rritur vetëm nga nëna, pasi babai kishte emigruar herët për të siguruar jetesën e familjes. Ndërkohë një televotim është hapur deri të premten për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut. Ferma VIP transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara, si dhe në platformën YouTube. Shihemi të premten. Natën e mirë.